Për të diskutuar për tregtinë, varësinë e madhe nga eksportet, por dhe importet, çfarë rrezikojnë nga kjo varësi, ka në studio zotin Gendi Beshiri, ekspert për ekonominë. Mirëse erdhe, Gendi. Përshëndetje, faleminderit. Ndryshime në gjeografinë e tregtisë, renditet Kina dhe Turqia, Greqia, Italia tradicionale zhvendosen në vend 4 Greqia. Si e shpjegon? Normalisht lidhet gjithçka edhe me situatën ekonomike, po edhe politike, marrëdhëniet që kemi ne me vendet, sepse ato për herë janë lidhura ngushtë njëra me tjetrën. Është e kuptueshme që ka dinamikat e veta, tregtia normalisht në momente të caktuara në një situatë caktuar tregu mund bëhet më tërheqës dhe diku më pak, por përgjithsisht nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh nga e gjithë historiku tregtar që kemi ne me vendet e rajonit, e kryesisht dhe Kina që pa diskutim nuk mund t'i mungoj hartës partnerëve tregtar për morinë e madrave e produkteve që ajo ofron me çmime të ulta. Përtej ekspansionit kinez, që dihet është në gjithë botën, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, në rastin specifik të Shqipërisë, preferohet më shumë për shkak të produkteve me cilësi relativisht të ullët dhe çmime të ulta, përderisa një farë mënyre pam edhe insertin që ka vënë në lëvizje dhe qeverinë për të mbrojtur tregjet edhe konkurrencën nga këto produkte fake apo falso, siç i themi. Faktikisht është një kombinim, është shumë e thjeshtë për ta kuptuar vështirësitë që ka të bësh tregti për shumë në vendet e Bashkimit Evropian apo më tutje dhe lehtësinë që ke për të bërë tregti me Kinën. Kjo lidhet me specifikat sepse një ndër kostot kryesore të pjesës tregtisë është dhe transporti. Kina është më larg. Kina është më larg, por çmimet e transportit të tyre, nëse do shohim, paktën për gjëra jo shumë të mëdha në sasi, ato vinë më shpejt edhe vinë me çmime të ulta, sepse dhe fluksi tregtar, ajo që Kina ka vite që e parashikon, por që ne shohim shumë pak këto kohë të fundit pse Trump ka lidhur, po themi, ka nisur luftën për kanale Panamas apo për veriun në Kanada etj, sepse këto janë rrugët e shpejta të tregtisë. Pra, elementi i parë pa diskutim është çmimi i produktit, kuptohet që Kina e prodhon me cilësi shumë të ulët, me çmime shumë të ulta, por një element kryesor është dhe transporti. Që pavarësisht se është e çuditshme, por normalisht sepse trafiku tregtar, ajror, jo vetëm detar etj, nëpërmjet Kinës është jashtëzakonshëm dhe normalisht po themi ato kanë filluar të kyçen edhe në porte kryesore, siç është Pireu apo siç janë portet tjera. Pra, kjo është një lojë shumë e gjerë që nuk ka nisur dje, ka vite, dekada që Kina e ka zhvilluar. Pra, produktet e tyre hynë në tregjet siç është edhe tregu shqiptar, me çmime më të ulta, por edhe me kosto transporti më të ulta. Pritet të kenë ndryshime në tregtinë mes vendeve dhe veçanërisht në raport me Shqipërinë, ajo që ne na intereson, edhe pas luftës tregtare që ka nisur tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës, fillimisht me Kanadan, me Meksikën, me Kinën, por së fundmi edhe me Bashkimin Evropian? Administrata e Trumpit kërkon të çmontoj me partnerët kryesor, duke përjashtuar Kinën që nuk hyn në këtë skemë. Pa ullur të diskutohet. Pa ullur të diskutohet sepse është shumë e thjeshtë të nisësh një luftë tregtare, kjo është një luftë tregtare, dhe gjitha tarifat apo janë taksa në vetvete, janë taksa të cilat i shtohen çmimi përfundimtar dhe konsumatori ai që herët apo vonë do t'i paguaj dhe do ta ndjej këtë pjesë. Cili konsumator? Ai amerikan apo dhe ai vendeve tjera? Të gjithë. Në tregti nuk ka një fitus dhe një humbës. Në tregti të dy, nëse do të shkohet më thellë me këtë gjë që ka nisur, të dy palët do të humbasin. Populizmi i administratës Trumpit në një farë mase kërkon të i hedhë hi syve popullatës për të treguar që ne po duam të mbrohemi, po faktikisht kushdo që ka një formim sado të vogël ekonomik, kupton që tregtia i bën palët të ndjehen më mirë. Kuptohet që një vend nuk mund të prodhojë gjithçka. Edhe Kina vetë që është fabrika e botës nuk prodhon dot gjithçka, pra ka nevojë dhe ajo të importojë dhe të eksportojë. Dhe normalisht ti nuk mund të në një moment të caktuar të kohës të fillosh të prodhosh mallra, produkte, shërbime me kosto më të ulët se ç'mundi kishe pak më përpara kur bën tregti. Pra dikush personalizohet në gjëra që di të bëj më mirë
Të krijon varësi në gjëra tjera. Patjetër. Dhe kjo luftë, sido që të lidhet dhe mënyrë, ajo patjetër është ndërlidhur me shumë gjëra, me shumë kanale, dhe që do ta japi impaktin e vet në kohë. Kjo lidhet se sa, kjo shpejtësia e kësaj lidhet se sa fort të lidhura në aspektin tregtar janë dy vendet apo vendet që po diskutojnë. Një luftë tregtare, vendet që janë të përfshira mendojnë globalisht, por padyshim në finale mendojnë edhe lokalisht. Dhe duke menduar lokalisht për Shqipërinë, ne kemi varësi vetëm nga importe, sepse pothuajse nuk prodhojmë asgjë dhe jemi një pikë fare e vogël, le të themi në këtë fabrikën e madhe të prodhimit ku jepet edhe merret mes vendeve. Ne me këtë të voglën tonë, jemi të kërcënuar? Patjetër që jemi të kërcënuar, sepse, siç e tham pak më përpara, ne jemi të lidhur me disa nga vendet. Ne nuk, jo vetëm importojmë, por ne edhe eksportojmë. Pavarësisht se importi ka pjesën shumë më të madhe se sa eksportet. Eksportojmë kryesisht fason, që është eksportojmë fason, por të kemi të qartë që kjo luftë tregtare nuk impakton vetëm tregtinë, impakton dhe investimet e huaja, impakton, le të themi, prodhimet. Kështu që vendet do fillojnë në këtë luftë, është e vështirë të kuptohet shpejtësia që do impaktojmë ne, shpejtësia që do të impaktojnë rreth parë partnerët kryesor tanë tregtar, Italia, Turqia, Greqia në rreth parë, Kina ka një tjetër, le të themi, impakt e dinamik brenda vetes, dhe luftën normalisht e kanë midis kryesisht me Shtetet e Bashkuara, por herët avon kjo gjë do të ndodhi. Një paralelizëm në kuptimin ekonomik është kriza financiare e vitit 2008, 2009, 2010, që nisin Shtetet e Bashkuara, impaktoi me njëherë Anglinë, pra Britaninë e Madhe dhe më pas vendet e tjera, Greqinë dhe më pas dhe ne. Pra, pjesë e këtij zinxhiri, shpejtësia do të varet nga fuqia, impaktit të këtij tërmeti tregtar dhe më pas prekja që do të kenë vendet kryesore tregtare dhe më pas ne, që pa diskutim mund të jemi jashtë. Para se ta kthej sërish bisedën në lokalisht, pra në Shqipëri, a ka fitues apo humbës lufta tregtare? Nuk ka fitues, kjo është e betejshme. Fitues ndoshta në një farë kuptimi në një periudhë afatgjat janë ata lojtarët, të cilët para se të bëjnë një lëvizje i kanë bërë llogaritë e tyre se çfarë fitojnë dhe çfarë humbasin. Do mbrojnë prodhimin amerikan, sa Trump përpara se të paralajmëronte tarifat me të gjitha vendet. Shumë e saktë, por Amerika nuk prodhon gjithçka. Amerika deri në këto momente mund të jetë një eksportues i disa produkteve konsumi apo të tjera, por kryesisht prodhon shërbime. Pra kryesisht është shumë e fuqishme në tregun financiar, në tregun bankar, në produkte që i përkasin kryesisht teknologjisë, makineri e pajisje, pa diskutim, por është një importues në disa nga produktet bujqësore, është shumë e varur nga dy vendet që i prekin kufirin toksor, nga Meksika dhe Kanadaja, është ndërvarur nga Bashkimi Evropian, vendet e Bashkimit Evropian. Pra, në pamje duket që kjo do të normalisht nëse s'do të kemi një kthim pas apo s'do të kemi një ulje, sepse të nisësh të luftë qoftë edhe për një lloj barazie në aspektin tregtar, para se të shkosh direkt te tarifa dhe të shpallja e tarifave, taksave të reja tregtare, është mirë të ulesh dhe të diskutosh cilët janë anët pozitive, cilët janë anët negative, çfarë ka humbur Amerika në këto kohë, të cilët Trumpi reklamon si një problem. Kështu që në fundit palet do të fillojnë do të humbasin dhe normalisht gjërat nuk duken se do të jenë shumë të thjeshta në muajt edhe në vitet në vijim. Si e sheh nismën e qeverisë për t'ju shpallur luftë produkteve fake apo falso në kushtet e këtyre zhvillimeve të reja, sepse përpara këtyre do të ishte drejt, por tashmë në kushtet kur produktet le të themi ato që mund të jenë rilla, apo të vërteta, mund të vinë me çmime edhe më të rritura për shkak situatës e luftës tregtare, duhet sikur pak mundësi ka pastaj, nëse ikin nga tregu apo zhduken edhe produktet fake. E vonuar, po në mendimin tim nuk do ketë ndonjë farë efekti, sepse në rreth parë që gjithçka që është e falsifikuar me ligj të nëse i e bërë pjesë ligjeve tregtare, CEFTA, ke firmosur marrëveshje bashkëpunimi tregtar me shumë vende, çdo lloj produkti që është fake, pa diskutim që nuk lejohet të tregtohet.
Ndoshta tash si pasojë edhe nevojës që kemi ne për të integruar për afrimit ligjor etj. Është kjo pjesë. Po duhet të kemi qartë që shumica e këtyre produkteve fallse që vinë në treg nuk vinë në rrugët krejt normale, pra nuk vinë nga Porti i Durrësit, nuk vinë nga... Pra për t'i ndaluar do t'jetë e vështirë. Pra për t'i ndaluar do t'jetë e vështirë. Duhet vemi në çdo stend. Është e vështirë sepse ato vinë të paketuara si porosi individuale, vinë me avion nga Turqia, pra me çanta, cili ka qenë efekti i tyre deri në këto vite, pothuajse zero. Këtu do të fillojmë të shohim çik fërkim duarsht atyre që janë pika doganore, por në radhë në fundit në një diçka të vërtet në këtë nuk besoj se do ketë. Një pyetje të fundit, Genti Beqiri. Çfarë mund të bëjmë ne në këto kushte të mbrojmë prodhimin vendas, por në gjë më shumë përtej kësaj? Unë sa herë që jam ulur këtu me ty në tavolinën tres, kemi thënë për herë që ne duhet i hedhim syt produkteve tona. Prandaj thash përtej prodhimit vendas. Lajmi i mirë është që ndoshta i parti ka një lloj marrëveshje mund të rihapet, sepse në radh parë, para se të mendojmë të vishemi, duhet mendojmë të ushqemi mirë dhe normalisht syt duhet shkojnë patjetër drejt bujqësisë, drejt prodhimeve vendase dhe aty duhet jetë fokusi. Tër këto, si thuash, lufta apo tërmete tregtare, ne duhet na kenë zgjuar tashmë që ne duhet prodhojmë një pjesë të mirë gjërave vet. Genti Beqiri, falenderoj që isha në atë biznes. Kënaqësi.